moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjedo bashe Shikues nderuar, televizion shqiptar të Amerikës ju përshëndes, jemi në emisionin Historia Shqiptare. Kemi sjellë të ftuar në këtë emision. Edhe emisioni sot është jashtëzakonisht i gëzueshëm, pasi është një emision suksesi. Nuk është vetëm individual, por është një profesion që lidhet me të gjithë shqiptarët, veçanërisht me ata që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Michigan. Ky lloj emisioni, shikues nderuar, është i hapur për të gjithë, por sot të ftuarin e kam shumë të nderuar. Është i nderuar pasi vjen nga fusha e mjekësisë këtu në Michigan, njëkohësisht ka një background jashtëzakonisht të nivelit të lartë, ka kryer studimet në Evropë, vjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës, konverton diplomën, jep provimet, mandej aktualisht fillon e punon në disa klinikat shumë të rëndësishme dhe disa spitale këtu në Michigan. Dhe kam nderin që kohës nderuar t'u prezantoj kardiologun, doktor Rudin Gjeka, i cili ka pranuar ftesën të vinë në bisedë së bashku në një kohë kur unë kam emocione, por kam edhe një mbushje zemre me gëzim, pasi suksesi i tij në fushën e mjekësisë është sukses i cili shërben të gjithë shqiptarëve kudo që janë, veçanërisht që thamë në Michigan. Doktor Gjeka, mirë se ke ardhur. Shumë faleminderit për ftesën, Gani. Është kënaqësia jemja që jam këtu. Të falenderoj për prezantimin që më bëne, e për shumë histori tjera shqiptare që i ke promovu. Deshta edhe me të përgëzu për punën tonë të paloshme, 25 vjetorin që sapo e festum tonë së bashku, e të uroj jetë gjatësi, ty si person, si profesion, edhe si emision që e drejtoni si televizion. Faleminderit për këto komplimente, por që të jem më e sinqert dhe të jem me shikuesit. Unë ndjem jashtëzakonisht i privilegjuar që të kem në panel, siç që kam juve pra këtu të ftuar sot, një doktor i nivelit të lartë. Juve do t'i sillni vetë sukseset tuaja, pasi keni mbaruar shkëlqyeshëm në Evropë këtë deg, është më tepër për mjekësi. Po ashtu edhe këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë do t'ju veçonja shumë, shikues nderuar, kemi një orë ca para se të fillonim bisedën, vetëm pyetje, çdo pjesëtar që kemi këtu në televizion, por edhe të tjerë që kanë qenë jashtë televizorit pa patë mundësi për të lidhur me telefon, kemi folur një orë këshillime, pra kemi marrë sugjerime nga doktor Gjeka dhe këtu kuptohet dhe rëndësia. Kjo nuk është pjesë e regjisë të emisionit, por unë do ta them për rëndësinë që ka një doktor e veçanërisht në fushën e kardiologjisë pra të zemrës. Dhe ju jeni shumë rëndësishëm. Neve si shërbëtorë të komunitetit, sigurisht ndihemi mirë kur ju shërbejmë juve dhe ju hapim hapësira e ju lidhim me komunitetin, sepse mua më bën shumë përshtypje, unë jam pacienti juaj me gjithë familjen time, dhe mënyra si na keni pritur në klinikën tuaj, unë nuk di se si t'ja është përbrej, pasi na keni shëruar me fjalët e mira që keni thënë, na keni shëruar me mënyrën se si na keni shpjeguar, dhe të gjitha ato këshillat që ju na dhat, ne kemi zbatuar dhe na kanë dhënë dhe suksese, pasi po kalon një kohë gjatë po shikojmë me, e të falenderoj shumë. Por të vim tek jeta juaj, sepse të ndërtosh e të arrish këto suksese ka një investim të madh. Ka dhe një gen, edhe mund të sjellni sot, pra cila është familja juaj, nga cilë tereve Shqipërisë jeni, mund të e thoni për shikuesit. Po tjetër. Po filloj me prindët e mi, do me thonë që kanë investu çdo sakrificë e tyne është kanë për fëmijët e tyne mu eduku, mu shkollu, me kanë suksesshëm. Të dy prindë kam në fushë të mjekësisë, baba ka qenë mjek në Shqipëri për vite, mjek i përgjithshëm si fillim, doktor Nu Gjeka, masanej u specializu në fushën e ginekologjisë, e ka punu deri moshën 65 vjeçare që doli në pension edhe ka të jeton me ne.
familja e tij ka ardhur prej familje shumë thjesht sikur ishin për herë në Shqipëri. Edhe sakrificat e tij kur mi thot, do me thonë, më duket se kam bë une. E kam hek keqën, po asnjëherë sa të vështirë ka pas ai me dal mjek prej një si thash edhe herë, prej një familje shumë thjesht, një kohë të vështirë komuniste që ju e keni jetu më shumë se une, po pak e mojmen edhe unë. Edhe kanë punu pa mas për fëmijët, 8-4 fëmijëve na kanë eduku. Sakrifica që do me thonë do një emision në vete, vetëm për prindë e mi. Nona ka punu si mamije në Shqipëri, edhe masanej si infermiere për komunitetin, se unë jam linë e rritë në Velipoj, sikur se janë edhe prindë e mi, origjinin e kena ka baba e na Lohjan me origjinë, po me qindra vite në Velipoj, në Shkodër, do me thonë. Nërsa nona është prej origjinë në Malësit e Shkrelit. Kam jetu në Shqipëri për 18 vite, kam bërë shkollimin në shkollën e Velipojës biles, kur ishte ala, si kur ishte përparën, shkolla 8 fillore, 8 vjeçore, gjimnaz, tash i kanë ndryshu. Po gjimnazin e kam marru në Velipoj, masanej mora venimin vetë, me të thonë drejten, me shku në Itali. Fillimisht prind nuk ishin dakord se si prindi, i donë fëmijët afër. Fushën e mjekësisë e kam pas qef gjithmonë. Para se të shkojmë tek fusha e mjekësisë, doktor Gjeka, kujtimet tuaja për ato vitet fëmijërisë derisa mbarove gjimnazin? Kujtimet bukra, kur shkoj mrapa në atë kohë, s'ka pas teknologji. Si fëmijë, tonë kohën të lujt jashtë, Velipoja është edhe është fshat faktikisht. Tash është bo sikur qytet nga që është zhvillu jashtëzakonisht prej plazhit, por në atë kohë si fëmijë, shkollë edhe jashtë, do me thonë, me bën detyrat edhe aktivitetet jashtme, është kënë fëmijë e bukur, e jashtëzakonshme në atë kohë. Por me periudhat e veta, si që shëllë ti, gjonat ndryshojnë, teknologjia që nuk është e keqe faktikisht, në qoftë se e përdor në rrugët e duhuna, por kam kujtime jashtëzakonisht bukura për Shqipërisë. E kujtoj gjithmonë me mallë, me dashamirësi kohën në Shqipëri. Ti e din, janë kënë pothuajse gjithë isoj atër, nuk ka pas shtresat ndryshme, s'ka pas pasuria sikur nuk është vlerësu në atë kohë. E ke parasysh njerëzit janë kënë shumë më të dhonën mas njëri tjetrit, me një mu njëri tjetrin, kohët bukra në përgjithësi. Në babë në fushën e mjekësisë, sa ka ndikuar në botën tuaj për zgjedhjen e profesionit prindrit të dy me mjekësinë, apo keni pasur dhe vetë talent, pra i ndjerë në botën tuaj të brendshme që të vazhdonit për mjekësi? Unë e maj men verin qysh fëmijë, që shkosha se baba ka pas atë zyrën e vetë me librat mjekësor, e ke parasysh me shkosha shfletosha këto librat mjekësor me foto, kisha jo këto dermatologjisë për shembull e kështu. Duket se geni është ken, por edhe sikur jam ken i dhonën. Por po të tregoj histori që baba vonë ma ka thonë, një shok i ngushtë i veti, një farë piket e kishte pyet që nër fëmijët tu, kush mendon se ka mu bë mjek? Unë isha i vogël. Edhe më tha, kam thonë Rudi. Edhe tash pa diskutim që ai ka niku edhe si i thonë këtej në shepin, që unë me profilizu në mjekësi, por asnjëherë në jetë nuk kam një presion që unë duhet mu bë mjek. Unë adhuroj fushën e mjekësisë, edhe tash që e ushtroj, do me thonë, menoj se asi fush tjetër nuk e kisha bë më mirë se këtë, se njëri ju punon çdo fush. Prandaj i falenderoj prindë se normal që i kanë niku, por e shoh vetin sot se nuk do të kishte kënë asi fush tjetër më përshtatshme për mua
si person. Na trego pak, jo si histori, por si arritje, suksesi, studimet në universitetin në Itali, ku i kreve, i keni realizuar me rezultatet shkëlqyera, e kjo është, do më të mbarosh shkëlqyshëm në një vend tjetër kur të zhdashur dhe gjuhën, të mësosh, shumë gjëra tjera. Mund me i tërgosh pak. Po tjetër. Si që the edhe vetë, mënyra e shkollimit në përgjithësi në Europë, gjitha provimet janë orale, se nuk mjafton vetëm me i ditë gjanat, po duhet me i ditë edhe me ken orator, me i shpreh gjanat që i di. Se ti ata që thu kanë me një gjuhë profesorat, se për herë ishte i panel profesorash, e vështirë është kënë tranzicioni prej në Shqipëri, hera parë që i la familjen, ka ana psikologjike, por jam kënë edhe me motrën e vogël kam shku po thuj se paralel gjitha ne, ajo ka kënë me studime për ekonomi, unë për mjekësi, so jena kënë mështetës njëri tjetrit, edhe e vështirë është kënë, si kur provimi, se është ka provim amisionit, do me thonë ishte dikun të gati 2000 studentat hujet italian për rreth 120 vene, në qovë se kujtet amam. Amësaj duhet me prit, provimi bëhet për i ditë në gjithë Italinë, për me evitu këto, si me ta thonë, s'po më vjen fjallat aman si kopimet ose pa rregullësit në përgjithësi. So, hapte zarfi ditën e provimit në gjithë Italinë. Pra nuk dishin pyetjet. Absolutisht. Biles, dhe vitin që e kam baun, u hap zarfi në Napoli, e kanë shty provimin e mjekësisë, 1 muaj e gjysë. Sa është bën me vonesë, për arsye se u zbulu sikur një zarf dikun në kampanja, më duket në një zonë Napolit, u hap zarfi edhe nuk u mor vesh a u lexuan pyetjet apo jo, po pak rëndësi kishte, u shty provimi mjekësisë dikun të 4 deri në 6 javë se mojmen, se i bjen 2000, kur unë kam konkurruar për mjekësi, e fitova konkursin e mjekësisë, viti i parë shumë i vështirë. Shumë i vështirë. Se sa do kudo na gjuhën e dishim me komuniku, po është tjetër gjuha komunikimit të përditshëm me gjuhën mjekësore, e gjuhën shkencore. Biles e moj men mbështetje shumë e madhe, edhe prej në Shqipëri e tim atit që thote, të nisi ato unë e mi ka që, librat e vjetër të histologjisë Shqip, ato të vjetrat e tia, dhe me thonë, mas vitit para, mas anej, gjanat u bon më të leta, por gjithçka është më e vështirë kur je jashtë e larg vendit tënd, larg familjes, parësisht se thash edhe herë kam pas motrën, kam pas kushrit, afër t'japin forcë. Vetëm fakti që janë aty, se ata s'bojnë provime për ty, por fakti që janë aty, t'japin atë forcën, mbështetjen, edhe na si shqiptar jena si race e fort, do me thonë, do na me qa, do na me ecë, po nuk na shtypi kush që do me thonë na ecim. Edhe ashtu e marrova 6 vjeçaren, kam bollë i gjysmë vitit mas anej tezën eksperimentale, që dosha e marr maksimumin e pikëve në mjekësi, edhe dola me sukses, e kam marrë me excellence në Universitetin e Perugjës. E mas anej ishte venimi ose me nejtë në Itali, ose qëllimi kryesor ishte marrë në Shqipëri. Motra e madhe ishte këtu, edhe ajo është regjizore e gjithë bashkimit familjes në Amerikë, Belinës, motrës madhe. Fillimisht mori motrën e vogël, e mas anej erdha pa plan, me të thonë drejtën se unë dosha me fillu kirurgji në Itali, por për mu familja është mi çdo gjë. Synimi jonë ishte mu bë bashkë, ja kena arrit, jena bë tonë bashkë në Michigan. Edhe filloi kalvari mas anej i tranzicionit për Itali në Amerikë. Nga pikpamja e financimit, ishte zgjedhur kjo privatisht apo kishte ndonjë lehtësi dhe kur është një student i shkëlqyeshëm si puna juaj, a ka ndonjë favor? Po dhe nga ana tjetër, këto trajtimet e studentëve kur je i huaj, a kishte ndonjë
dallim apo s'kishte probleme, çka kujtime shkini? Ka ana financiare, unë kam pas bursë plot për gjithë 6 vjet të studimit. Vitin e parë bile nuk e kisha se nuk e disha si u aplikote, se unë si me thonë, koha që unë kam bë studimet në Itali, janë kënë studentat e parë shqiptarë që kanë shku në Itali. Nuk ka pas, masanej vazhdu në ushtu, u bëm shumë studentat shqiptarë në Perugia, edhe në filialin e Ternit, bile që është kanë fakulteti i mjekësisë edhe atje. Por fillimet, po nuk ta tregoj dikush rrugën tamam, nuk i mësoshe gjanat ka ona e vështirë, e ke parasysh, masi i kaloshe. Ka po vështirësitë e veta, si me thonë, por ka ona financiare, prind na kanë ndihmu për herë, se ti për shembull kishe ushqimin fal, kishe fjetjen fal, ti jepshin njësoj dikun të 700 euro në vit me shpenzu në libra, po librat ishin jashtëzakonisht shtrejt. Prind tanë për herë na kanë ndihmu me sa mundësi kanë pas. Dëbetohem edhe të lyp bërgj sa herë shkoshim në verë, se thote baba ndarë, se i shlujmë karakadol, thoshte, e ke parasysh, por nuk kena ba jetën e italianëve, por ina munu me u integru edhe me jetën sociale në Itali. Fillimet ishin vështira edhe me u integru në jetën sociale italiane, se vishem atë parajgjykimin se shqiptar, me të thonë drejtën. Ishte në përgjithësia, ti u dote sikur doshe të provoshe se ti e i denj për shoqërinë italiane. Por këto ishin sidomos në vitin e parë e dytë, masanej gjithçka u liru, po ishte studentat e mirë, jo vetëm që i vlerësoshin, se vlerësohen gjithanej, por edhe venet kampet e konvikteve ishin në grupe. Studentat e mirë kanë pas, si me thonë, godinat më të mira. Si të fjetjes, si mencën, të paktën atje ku jam kenune. Ma ka bo më të letë, do me thonë, po mos të kisha pas bursë, se unë e shifsha edhe studentat e mirë që sikur vetëm për pak kohë sikur ta leshe mas dorët, është shumë e vështirë me e kapë edhe herë. Edhe e humshin bursën, po fillove punë në studio, e humat inercinë e studio. E ke parasysh, edhe atëherë gjithçka ishte me sezone. Leksionet 3 muaj, 2 muaj provime, fillote sezoni tjetër, po nuk je jashtë me provimet, i sikur i provim ta leshe mrapan, çdo vit të shtote, çdo sezon të shtote, e ke parasysh. Prandaj, si të shasë edhe herë, menimin e prindve, s'kam pas nevojë me punu, si me thonë, por jam dediku studimit, me mishë me shpirt, edhe e kam marru krejt mirë, do më thonë, me ekselencë në Itali. A kishte studentë të tjerë shqiptarë në ato universitet? Po, në Universitet Perugjës, une disa në mjekësi, por edhe në fakultetet e tjera. Si shtash edhe motra është në fakultet të ekonomisë, ka marru ekonomi në Itali, dhe këtu është punë në të fush. Por, shqiptarët, kur je larg vendlinjes, mjafton të jesh shqiptar, duket si e ke familjar, e ka ndihmu njëri tjetrin, me të thënë drejtën, nuk ja harroj asnjëherë një studenti që ishte para nesh 1-2 vite, sa na ka ndihmu, pra aty e njofta, në aplikime njërin tjetër, por gjys ditet ka harxhu me mua dhe me i shok tjetër me të drejtu në rrugën e duhur, se nuk kishim guid, se si e se tek. Ti e merrshe si mision për mi vete dhe ishe gjithçka mi ty. Pra, ju mbasi mbaruat universitetin në Itali, ndërjuar të ktheheshin në Shqipëri dhe kirurg. Si ndodhi që ju erdhët në Amerikë, kardiolog tashme, po jo vetëm kardiolog në një fush, po ke disa specializime. Po ishte i vendim që ju do të me marrë në atë për ju. Maroj fakulteti mjekësisë, u do të një specializim. Në Itali, unë kisha qef me nejtë me marru kirurgjin, aso kohet, por si që tash edhe herë, synimi i familjes tonë është kënë mu ba bashkë. Edhe motra e madhe e orkestroj mas mirit,
mori motrën e vogël përpara që ishte me mu, unë pa të ardhë bile, e majme në vit 3 mjekësis si vizitor, që me e pa paka shumë, pa të takuj mjek, që më ka një mu, një mjek i huj, edhe e dava mene, do me thonë, nuk po rinë Itali, po viktej, ka me marrë ca kohë me i konvertu provimet e mu afirmu, po ama me familje. Po realiteti është shumë më i vështirë se sa e menova. Pikës pari se gjuhën angleze unë nuk e kisha të përvetësume, se unë për herë kam dashur me shku në Itali, jam kushtu ma shumë italishtes. E gati 2 vjet kam shpenzu në kohën e gjus, kur erdha. Plus që erdha me vizë turistike, mu desht me e këthuj në vizë studentit këtu. Gjatë kohës që isha student, si që ke parasysh, makina, dongazin, celulari, edhe kam punu rreth 2 vite i gjys në restorant, një restorant italian biles, në për darka, gjatë ditë lexosha, studiosha, në darkë punosha në restorant. Bile ka i herë edhe atë burën e motrës vogël, sa i ka punu me nërtimin, edhe ata e kam një mu bile, disa herë, se ti e ke parasysh kultura këte është krejt nëshë, thote, pa, disa edhe nuk e besoshin se e kam marru për mjekësi, të betohem. Ku po punon thote mjeku në restorant ose po fillimet derisa ta afirmohesh këtu jeta nuk është e lehtë. Jeta në Amerikë është shumë e vështirë. Por ama po punove merr hakun. Masi përvetësova anglishtën, kalova TOEFL, u hyna studimet mjekësisë, edhe janë 3 steps, një është i ndam 2, shumë të vështirë, me të thënë drejtën, se është edhe mënyra e testimit është ndryshe për në Europë. Atje ishe u mësova si orator. Më banë pyetje të kthej përgjigje. Këtu e ke gjithçka me shkrim edhe me kohë. Ke 75 sekonda me lexu me dhënë përgjigje. Ti mund të di gjanat, po nuk po spate hapin e shpejt, ti lën 10-15 pyetje pa përgjigj për çdo blok. E ishin 8-9 bloqe, 8 orë rresht provim për secilin step. E vështirë për mënyrën e edukimit që kisha marrë në Itali, se ishte krejt ndryshe. Por kishte kurse preparatore që u përgatita dhe i kam kalu krejt mirë, edhe gjatë kohës që po përgatitësha, u ekspozova, si me thonë, kardiologjisë, pra nej se unë gjithmonë kam dash me bon diqa me dur. Kisha binjen se kisha linë me bon diqa me dur, pra kirurgji. Edhe fusha e kardiologjisë, si kur po më plotësote se ka aq specialitete, që e baj edhe sot, so me dur punoj, e ke parasysh se nërhymje kardiovaskulare e baj. Por ekspozova te një kardiolog i Babs, këtu, një Sirian bile, edhe aty fillova me ushqyën kardiologji, e pash më ka marrë me veti edhe në spital, me pa se qa procedura që i bate, e thash maroj, kjo është aje që du me banë. Por këtu ka specialitet ma specialitetit, për me shku të kardiologjia du të me banë mjekësit mrenshme, 3 vjetë, kam banë në universitetin në Wayne State University, kam banë residency. Atëherë, çdo gjë është me konkurs. Marrën mjekësinë e mrenshme, duhet me marru mirë biles, që me zgjell këto degët e mira të mjekësisë mrenshme, si që janë sidomos kardiologjia, gastroenterologjia, janë më të kërkumet. Gjatë rezidencisë duhet me mundësisht me pas edhe një titull si chief resident, je prej atyne që i banë scheduling për shembull të rezidentëve tjerë, jam kënë për 2 vite. Edhe ajo t'jep, si me thonë, atë autoritetin, atë prerequisites, si be ta thonë, se s'po më vjen as shqip tash, po kualifikimin e duhen, plus kërkimet, publikimet, e aplikova për kardiologji, e mora që me vitën e parë, e kam bërë në Trinity Health in Oakland, 3 vjetë kardiologji, edhe masanej shkova në specialitetet e fushë të interventional cardiology, pra të nërhymje në zemër, të vascular intervention, të nërhymjeve në arteriet
e qarkullimit të gjakut, qoftë ato në kam, në qafë për strok karotidet, gjitha arterëve kryesore që dalin prej aortës, si më thonë që është ena e gjakut më e madhe në trup. Por gjithashtu edhe smundjeve strukturale, pra valvulat, smundje që mund të kesh linë me to, këto smundjet që në Shqipëri ju thoshin me vrim në zemër, si më thonë, i mylli këto prej. Po pa përdor, kirurg pa përdor bisturi, kjo është zanadi jem, si më thonë, vetëm nëpërmjet kanaleve kardiovaskulare. Dhe aktualisht për të përmbledhur, në cilat specializime jeni? 3, 4, 5 janë? Mjekësia e mbrëmshme ka bordin e vet. Board certified në mjekësi të mbrëmshme, masaj kardiologjia ka bordin e vet. Mjekësia e mbrëmshme në çfarë përfshill? Si mjek i përgjithshëm. Kur i marrën 3 vjet mjekësi të përgjithshme, mundesh munal aty me punu mjek i përgjithshëm. Pra, të respektuarin baba Nuen e ke arritur mjekësi e përgjithshme fillimisht. Po, babën se kam arrit as mas tyne 5 specializime, sidomos kur pyesim ata të velipoj. Mjekësit si doktor, se i kanë thonë në Shqipëri doktor Noshi. Ashtu i kanë thirrë, nu gjeka ka emrin, taman. Mjekësi baba jetë të s'ka, edhe jam dorëzu, do me thonë, as nuk konkuroj hiq me te. Në sytë e bashkatëtarëve të mi që në atë ko i matë ka praktiku. Ko shumë shtira me praktiku mjekësi atëherë. Por po, ato 3 vitet e para bo është mjek i përgjithshëm, masanej kalon në specialitetet e përkatëse, kardiologjia është një nër to. Pra në kardiologjia ka bordin e vetë gjithashtu, ka 3 vite kardiologji, duhet me thonë bordin e kardiologjisë, edhe gjatë kardiologjisë ka specialitetet vetë atë tjerat. Nuclear medicine, pra me lezu nuclear stress test, board certified edhe në nuclear cardiology, edhe në ekokardiografia, edhe në vascular. Edhe kur bana interventional cardiology, edhe ajo ka bordin e vetë. 6 borde. Cila nga këto borde është më praktike ose që juve punonim shumë? Kardiologjia, s'bëhet fjalë, interventional cardiology, kjo nërhymjet në zemër, edhe ekoja, shumë e vështirë, edhe ekoja, por është diçka e përdiqme, që e shef se gjithçka është integrale në smundjet kardiovaskulare. Edhe nërhymjet që i bajnë kam, ti në qovë se nuk e ke për arsye se qatë të regon testi, nuk munesh me shku taman të problemi edhe me riparu, si me thonë. Vazhdojnë pra në një kualifikim tjetër, apo kënë perspektiv? Me thonë drejtë, nuk ka gjë mi këtë në fushën e kardiologjia. Strukturalja ishte me nolta, nuk ka alo, sot e kësaj dite nuk ka board alo, sa është e re, pra na jetë e kam bënë në New York kur isha unë, por nuk ka gjë të ashtë të tjera që vinë vetëm inkorporohen, si me thonë. Çdo teknologjia e re që del, ti azhurnohesh edhe inkorporohen në praktikën tonë edhe vazhdon është përherë përmirësim. Është përherë azhurnim në fushën e kardiologjisë, po përfunoj mësimi, azhurnimi e studimi, nuk Ç'është doktori për juve mbar njerëzimin, roli tia në jetën njerëzore? Unë e muaj me në qysh në Shqipëri, në fushën e mjekësisë e kam zgjellë si karrierë, se e du jashtëzakonisht shumë. Jo si biznes, që është kthye për fatkeq në shumë vene, jo vetëm këtu, po sporja është diçka humanitare, pra me bo mirë. Është zanat, si me thonë, ti paguesh për atë punë, por asnjëherë nuk e kam pa si biznes. Vetëm ka ona humanitare, diçka me një mua tjetrin, si me thonë. Është shumë rewarding. Sidomos në fushën që i bajon, se ty të takon me i pa pacientat edhe të shku në të grocery store, kur banë shpenzimet. Na i herë jam me pren, na i herë jam me gru, burri jëtë për shembull i thot gruas më ka pështu jetën, aja gjarë jashtëzakonshme me një gjuhë, si me thonë, që bojmë infarktet paraprakisht. Mush plot. Prandaj edhe më mjep fuqi e baj me qef të madh, me pasion shumë të madh. Në çfarë raporti qëndron në botën tënde humanizmi me biznesin? E praktikoj mjekësinë me i parim cilin çdo pacient që vjen te unë,
me trajtu si kur ishte familjari joti. Edhe në qoftë se ecë me këtë ide, me këtë parim, keme pas sukses të pa diskutushëm. Se fusha mjekësi, zanati i mjekut është privilegj. Ty të vjen një pacient që ti nuk e njeh hiç, edhe ashtu të besu shtetin te një që nuk e njeh. Më duket ka herë vetja me të thonë drejtën, se unë jam vëllai i besimit katolik, e besoj, e frekuentojmë shumë, më duket vetja si prift ka herë. Vjen edhe shkarkohet domethënë pacientët e ty krejt. Tana problemet që ka në Rrëfehet. tamam. Pra ajo është privilegj, ashtu të besu shtetin që ajo e më rëndësishme në jetë, është shteti. Asnjë përmita nuk ka. Edhe ti qëllimi është mos më zhgënjë kurrë me atë besim që më jep. Edhe po ecë me këtë parim, me këtë që ecë unë, keme keni sukseshëm, pa diskutueshëm. Cilat janë klinikat që juve aktualisht punoni edhe spitalet që keni lidhje me to në punën tuaj të përditshme? Na jena i grup multidisiplinar i madh, jo vetëm kardiologjisë, grup privat, që kena 3 klinika private, një është në Bloomfield Hills, kryesorja, një është në Commerce Township e një në Clarkston. Këtu bëjmë me fjalë shohim pacient ambulatorial. Edhe procedurat bëhen 2 spitale, 2 klinikat, si me thonë pacientë, 2 klinikat të Bloomfield Hillsit edhe të Clarkstonit i bëjmë në Trinity Health, Oakland, në rrymjet të mëdha kardiovaskulare, ndërsa spitali tjetër është pak më i vogël, është afër ofisit në Commerce, DMC Huron Valley, bëjmë pacientat që janë në rrymjet po në zemër edhe në kam, por jo këto të mëdha, si më thonë aneurizmat ose valvulat ose smundje strukturale, këto në rrymjet që pacientat janë linë me to, duhet kesh kardiokirurg në prezent në spital kur bëhen ato, për siguri. Doktor Gjeka, a keni pacient shqiptar dhe cili është mendimi juaj për ta lidhur me kulturën mjekësore? Pra interesimin për shëndetin. Kam pacienta shqiptar, bile të parën pacient shqiptar e kam bojnë infarkt. I kam bojnë pacienta shqiptar, do t'jenë 10-12 pacienta shqiptar që i kam bojnë me infarkt. Kështu më kanë fillu shqiptarët e parë. Edhe me të tonë drejten jam pjesë e një praktikët shumë të shnetshme që kena mjekt e përgjithshme që na referojnë, do me thonë edhe nuk kam fillu punën busy, si me thonë, nuk kam ken kur po rritëm. Gjithnjë në rritje, s'bëhet fjalë, por nuk I hit the ground running, si thonë këtu. E ke parasysh, që ditën e parë jam ken busy. Por kështu kanë fillu pacientat shqiptar. Atëherë ti e din, komuniteti shqiptar i vogël, një i kallzon atij tjetrit, një atij tjetrit, janë bëgo gjap. Edhe Dr. Mark Dukaj, që mu biles më kanë Marku më kanë qysh në fillimet e mia, që du me ditë shumë për nerë, kurse më kanë njoftë hiç se kush isha unë, i kam kërku një letër rekomandimit edhe ma ka shku, as nuk e ka në shu hiç, vetëm ka vu firmen. Edhe nuk e harrej, por tashi që unë jam bo dikushi, vazhdon edhe bashkëpunojmë, pavarësisht jena pak larg me ku ai praktikon edhe ku unë praktikoj, më ka referu disa pacienta shqiptar edhe për herë në rritje pacienta shqiptar, me thonë drejten. Këtu në Mark Duka edhe unë jam një nga i referuar dhe unë i them, pse po më qon atje, se është larkë. Më tha, po të ju qoj atje, zoti Vila, sepse është njeriu i dur, doktori i dur për ju. Ta them me sinqeritet dhe mu bëj qefi që, sepse dhe doktor Duka ka një respekt në komoditetin tonë. Pa tjetër. Jo vetëm si specialist, por dhe në sjelljen e tij ka shumë njerëzore, pra humane, si shihni dhe ju, dhe neve panvet pastaj kur erdhëm në vizitë ke juve, që nuk u zhgënjyem nga rekomandimi që na dha zoti Dukaj. Po me sa di unë, ndoshta jam i sakt, po ju jeni vetëm i doktor në fushën e zemrës shqiptar këtu në Michigan, apo ka dhe në koleg tjetër, digje? Që unë punoj ose e njoh se kam kontakt, nuk kam. Në kohët që unë u lidha me praktikën që jam edhe sot,
është kënë edhe një djalë tjetër, në aso kohët në Boma, nuk e dija është hala në Michigan ose ka lëviz, po nuk ka shumë mjek në përgjithësi. Po me djeni temën kardiolog shqiptar të paktën në të zonat ku jetojmë ne, në Metro Detroit area nuk njoh. Nuk do të harroj këtë, edhe për shikuesit e ndaj këtë me juve shikues të nderuar, suksesi individual padyshim që është një sukses i rëndësishëm në jetën e njerëzve, por që të jetë dhe për jetën komunitare, duhet që ai sukses që ka individi ta ndaj me shoqërinë shqiptare, pra me komunitetin shqiptar, dhe ndarja nuk bëhet pjesë në ekonomi ose në problemet e autoritetit, por kur kam qenë në zyrën e doktor Gjekajt, aty në bisedë, para se të ndaheshim, më thotë unë jam shumë këthen që jam shumë i ngarkuar me punë, por zoti Vila me qenë se ju e merrni vesh se ku ka aktivitete në komunitet, kam qef të jem pjesë, të ndihmoj sado pak, sepse dua që të mos shkëputem nga komuniteti. Kjo është pjesë shumë e rëndësishme, kjo është një pjesë thelbësore e suksesit të një njeriu që bën histori. Nuk mund të bësh histori në mënyrë individuale, nëse mund të jesh i pasur i dynjas dhe nuk lidhesh me komunitetin tënd që je pjesë gjaku i tij, nuk e suksese. Edhe unë të falenderoj shumë sepse ju vetë më keni sugjeruar dhe unë sugjerimin e parë që u bëra ju ftova për të marrë pjesë në 25 vjetorin e televizionit, po komuniteti jon ka shumë suksese më të rëndësishme se këto, ka shumë aktivitete dhe vazhdimisht do t'ju ftojmë, pasi ju keni vullnetin për të marrë pjesë në to. Patjetër, të falenderoj, e me sa do të kem mundësi kam me marrë pjesë. Tu pas parasysh, siç thash edhe herë, profesioni i cili mbaja shumë kërkues, sidomos edhe zona në cilën jetojmë, ti e ke parë që shumë e popullume, por në asnjë lloj mënyre të mu shput prej komunitetit, siç thash edhe herë, jena të frekuentues të rregullt të famullisë Kishë Shënpalit, që është komunitet shqiptar. Mos më duket gjë më e bukur se me shku me një gjuhë meshën në Shqip me mira kilometra larg vendit që jam linë rrit. Unë as në Itali nuk kishte. Pra jo këtu, pra komuniteti është gjë shumë e madhe, se unë kisha mujt me jetu kudo. Qofse edhe New York, si ka komunitet më të madh, edhe më kanë ofru punë, më kanë ofru jo vetëm punë, po edhe titull me fillu me punë, që nuk është e lehtë. Titull fitohen me eksperiencë, por primarja për mua ishte familja, edhe tanë tjerë të vinë mbrapa, që karriera po bëhet gjithsesi. Por familja është e jashtëzakonshme. E ka këtë element se ju nuk kërkuat reklam që të merrnit shqiptarët në biznes, por ju kërkuat që të merrnit pjesë në aktivitetet e komunitetit dhe të suportonit këto aktivitete. Kjo është shumë e rëndësishme, pra duke qenë një doktor i ngarkuar me punë, sigurisht shumë kohë gjatë, do të thosha 24 orë je në gatishmëri apo jo? Si me thonë, pjesë e profesionit tëm baj pacientat me infarkt akut. Pra në qoftë se të fillon dhimbja në zemër, ju të kalu infarkt, një nër specialitetet e mia kryesore kjo është bllokimi i arterëve të zemrës, do të thonë që i baj prej në puls. Pra dojnë telefonin shkon më njëherë. Mërna 90 minutash, mërna 30 minutash duhet me qenë në spital. Pra në periudhën që ti je nga dishmëri, ose unë call, si i thonë këtu, duhet mu gjinë 30 minuta mërna spitalit. Se kena një moto këtu, time is muscle. So ma shumë kohë të zgjasit, as ma shumë po e dëmton zemrën. Pra në shumë rëndësishme, është rëndësishme kryesisht pacienti marrë në kohë, se ti në qoftë se s'vjen kohë, edhe sikur ta hapi arterën në qoftë se të kanë fillu dhimbjet para 24 orëve, nuk ke me marrë njërë në rezultat si kur vjen mërna e gjysore, që me thonë, që të fillojnë. Para se të vazhdojmë me disa pyetje kështu lidhur me zemrën, mande ju e krijot familjen këtu? Po, masi ju realizova ka ona, se tana prej herë zbohen. Se në fakt, në përgjithësi ka dhe një opinion
që s'ben doktor, thot fëmija, thot se ka shumë kohë për të studiuar e ngelen mbrapa me këto problemet personale, sidomos për martesë. Jo, është e vërtet, unë i kam lënë për herë prioritet familjes, se me të thonë drejtën kam dashur mu bë prind më i ri se sa ja kam arrit, por tana gjonat për i herë zbohen. Ishte u dote me u arrit mu bë dikush i herë, tana gjonat zbohen as i herë. Me bë me prit për fëmijë për ashtu nuk bëhesh kurrë. Por paktën ti marrosha këto prodhimet kryesore, masanej me fillu me familje, po jam martu këtu në vitin 2017 me një gruan e kam prej Lezhët, njeri i mrekullueshëm, edhe jam babi 3 fëmijëve, 2 vajza ideal, një familje shnetshme, falënderoj Zotit. Atëherë jam arrit tamam si njeri, si ka ona profesionale, si ka ona familjare. Çfarë roli ka familja në një doktor? Shumë. Ka shumë rol se duhet me gjetë balancën mes punës edhe familjes. Nuk është gjithçka karrierë. Koha kalon shumë shpejt, fëmijët rriten shpejt, duhet me kenë sa më prezent, sidomos në hapet e jetës të parat, në e fëmijëve, e unë me të thonë drejtën përveç se punës, tonë kohën tjetër e dedikoj familjes. Shumë kohë më merr puna, po pjesën tjetër, unë sikur një natë të më kalojnë pa i puth fëmijët para se me shku me fjetë, mu më duket sikur më ka shku dita këtë. Çdo që të kem bë. Por faktikisht nuk janë shumëta, se la dhe punë për në shtëpi, vetëm me shku në shtëpi para se me fjetë ata. Po fundjavat në përgjithësi kam të lira, përveç se rreth një fundjavë në muaj që më duhet me nejtë në punës nga gatishmëri. Po është shumë rëndësishme se edhe familja sikur bëhet pjesë e punës tonë. Kur jam në gatishmëri jonë, sikur në gatishmëri, sidomos gruaja herë, se sa herë të morrin telefon, sikur e një vetin edhe gruaja si ashtu në kohë me mua, ke parasysh, por falënderoj Zotit siç thash, gruan e kam shumë të mirë kuptueshme, edhe më ka suportu, sikur edhe pjesa tjetër e familjes, prind, motrat edhe vllai. Në përgjithësi thonë mos e çop punën në familje. Çfarë ndodh me doktorin, me ju? Mundohem të paktën punën me elon të puna, pa shumë e vështirë me profesionin që baj. Se sot kudo, unë kam një kënaqësi të jashtëzakonshme, si në përgjithësi historitë e mia ose puna që i baj e suksesshme. Të vjen me infarkt, ja ban infarktin, pështon, ban më mirë, po nga i herë si thash edhe përpara kur vin vonë, kam bë shumë ndërhyjmje që janë ala tu i bë CPR, do me thonë janë të vdekun paraprakisht, edhe janë tu i majt gjallë vetëm tu i dhon nimin e shpejt. Ka raste që nuk mjetojnë të moshave të ndryshme, po vetëm për faktin që kanë ardhur vonë, e ke parasysh, ajo ty të nikon, se si thash edhe përpara, misioni i mjekësisë është gjithmonë ai humanitari me animuar tjetrin. Po e mirë është edhe pacienti me animuar fije vetin, si kena i shprehje na, si thot Zoti, ruju pak se truj shumë, e ke parasysh, sot zvin ko, po me i kthy përgjigje pyetjes tone, nuk e bien familja, si herë me e diskutu ose e veat poker face kur shkojnë në shtëpi, tamam familjar, po mua mren nikon me të thënë drejtën, se si shkon dita. Fatmirësisht, si thash edhe herë, ditët e mia janë të suksesshme në pjesën më të madhe, so nuk ka ndonjë problem i madh ka ona jeme. Zoti kur ka krijuar njeriu i ka bërë shumë organe, edhe disa i ka bërë nga dy, siç janë sytë, veshët e qoftë mushkrit, por në terma të përgjithshme për shikuesit, çfarë roli lot zemra në trupin e njeriut? Siç e theve, tanë organet janë të rëndësishme. Po tamam zemra është motori, është pumpa, i cili ushqen ton trupin me gjak. Prandaj kur zemra s'punon, ton trupi e vun, se oksigjen don trupi, nëpërmjet gjakut, nëpërmjet funksionit normal të zemrës ushqehet çdo gjë. Por
ka lidhje sidomos me disa organe vitale, si që janë mushtnit, si që janë veshkat, si që janë shmelqia, pra se cili organ ka atë organin e vetë. Në qoftë se më pyet mua, në thëmë zemra ka funksionin kryesor, se jam edhe biased për ata që bëj, ke parasysh, por sinqerisht çdo organ ka atë funksionin, atë rolin e vet në mirëqenien e shtetit. Mos u trego modest, thuaj ashtu si është për zemrën. Po jo, është, bile ka herë, mënyra se si ja u shpjegoj pacientave është tamam si motori i makinës. Po që normal e ke me pistona. E kisha një pyetje, pse quhet zemra motor i njeriut? Po se tamam si motor është. Nuk lodhet asnjëherë, gjeneron energjinë e vet, ti sikur zemrën me nxjerr prej trupit, ajo prap kontraktohet për një ca kohë, vetëm pushon se s'ka ushqim. Është një nga organet më autonom të trupit, gjeneron vet, siç thash herë elektricitetin, sa herë kontraktohet për minutë, edhe është e pa lodhshme. Ti nuk duhet me nejt me menu se ç'ashtu po zemra, po ama e bën punën e vet për çdo herë si kontraktohet, ajo ushqen trupin me gjak. Prandaj është shumë e rëndësishme me bon çështë mujtun në çdo pacient me u kujdes për zemrën, se nëse zemra nuk është e shnetshme. Sa e ndërlikuar është tek juve si person të punosh për zemrën e njeriu, nëse ajo pushon, jeta ndalon. Përgjegjësia, sa e përgjegjshme është puna juaj ndaj zemrës? Është shumë e përgjegjshme. Çdo ndërhyrje që bëj, siç që akute, me fjalë pacienta që vinë me infarkt, siç që pacienta që i shohin në klinikë edhe nuk njihen mirë, edhe i bëjmë teste që nuk u dalin mirë, duhet me i bë. Çdo procedurë që bën ka atë rrezikshmërinë e vet. Falënderit Zotit, kam bo 5.000 procedura deri më sot, edhe jam ala në fillimet e karrierës, edhe komplikime të rënda s'kam pas asnjëherë. Por nullin, komplikimet janë, qoftë dëmtimi i arterjes, qoftë një infekcion aty, se janë pjesë e zanodit, si me thonë. Por, si thash edhe herë, suksesi i ndërhyrjeve që i kam bë është si me thonë ai ushqimi për me vazhdu me bë atë çfarë bëj. Pacientat që i bëjnë janë të gradave të ndryshme të smundjes. Kam bë infarkte pacientin më të ri 18 vjeç. Pacientin më të vjetër 101 vjeç. Pra me infarkt të dy. Ka shpëtuar 101 vjeçari? Të dy, po. Të dy kanë shpëtuar, bile ky 101 vjeçari. Zoti të bekoft. Faleminderit. Na pa të shkru krejt një kartolin me historinë e vet, ishte kënë veteran, gjuetar, edhe na qoj një kartolin ku ishte me nipin, mas i kena bojnë infarktin, për gjoj, deer hunting. Po ka, se bo është pjesë e jetës pacientit tënë në zanodin që ushtroj, si me thonë. Krijon misi me pacient, nuk është i punë, ishe pacientat për vite, por nga i herë, si jetojnë gjithmonë, 101 vjeçari e kam humbë para një vitit e gjys, kjo oftë mirë me Zotin atje ku është, por mënyra se si e shohin profesionin tem është sikur se unë nuk mundohem me luajt rolin e Zotit, kush vdes e kush jeton. Po menimin e tij, edhe me edukimin e me talentin që më ka dhënë në dorë, mundohem me bë mirë për kushdo që vjen në takon ose bëjmë pjesë e tij qoftë në emergjenci ose në klinika që unë ushtroj profesionin. Doktor Gjeka, një nga pra organet që tregon se nuk punon trupi, pra ka mbaruar është zemra, ajo është e fundit. Po, se e moj men kur isha në mjekësit mrenshme, kushdo që nuk ishte edhe pacienti jemi, po kur isha dëzhur, thoshin që ka vdek pacient dhe duhet me certifiku mjeku, se u do që me shku me egzaminu pacientin, pra kishte vdek, edhe gjana që duhet me po arrahmo zemra, ishte njena,
a i funksionon truni edhe a merr frymë. Pra këto tre gjëra u duhet me verifiku. Prandaj po zemra është e fundit, qoftë se është primare apo një trup të smur që gives up. Këtë pyetje e bëra për të shkuar tek një shprehje që zakonisht neve themi në përgjithësi që si ka shkruar Zoti. Jeta e zemrës nga se varet? Nga shumë faktor. Shumë faktor. Gjenetika, për mendimin tim, ka një faktor shumë të rëndësishëm. Nëse ke histori familjare me smundje kardiovaskulare në moshë 3, për mendimin tim është një ndër faktor rrezikut kryesor se nuk është diçka që ti mundesh me modifiku. Ndërsa po aq të rëndësishme janë edhe të tjerat, nëse ke për shembull smundje siç është hipertensioni, siç është diabeti, siç është kolesteroli i lartë, por këto gjëra korrigjohen, qoftë me dietë, me ushtrime ose me mjekime. Por gjenet ama nuk mundesh me ndru. Prandaj unë e konsideroj si një ndër faktor të rrezikut kryesor. Pra është e shkruar, se sa shkon zemra. Ai shkruaj gjithçka. Pra ti mund ta ndihmosh. Na ushtarët mallit Zot me ushtru profesionin e minimu njerëzimin. A është zemra tradhtare apo ajo të njofton se çfarë po ndodh me te? Zemra nuk është asnjëherë tradhtare. Por mënyra se si e manifeston simptomen nuk është si në librat e mjekësisë. Do me thonë, çdo pacient nuk ka dhimbje gjoksit që shkon në qafë ose në krah. Por fatkeq, se do kishte qenë shumë e lehtë me i kapton herët me problemet kardiovaskulare, por ka simptoma tjera që janë, ju thonë, angina equivalent. Pra janë të ngjashme me dhimbjen e gjoksit. Janë tre kategori pacientash që këto kanë më të manifestueshme, janë femrat në përgjithësi, pacientat diabetik, se diabetit të nikon të nervat sensitive nerves, so edhe dhimbjen e një ndryshe, edhe pacientat në moshë. Këto tre kategori janë më në rrezik. Por rreth 40% edhe të meshkujve nuk kanë dhimbjen klasike të anginës, pra dhimbjes gjoksit, e mundet me kenë vetëm lodhje me punë të përditshme, marrje frymet, siç i thonë kënej indigestion ose sikur ashtu udh nga stomaku. Unë kam bë 10-15 infarkte, e moj me një herë një pacient që edhe mas i ja bona infarktin, thoshte, jo, unë s'kam pas infarkt, dhe unë e kam prej stomakut. Edhe tu i kallëzu, do me thonë, imazhet, pra percepcioni i simptoma është krejt, mundet me kenë krejt i ndryshëm. Pra nuk të rrenë zemra, por mënyra se ti e percepton, mundet me kenë e ndryshme prej asaj që ti menon se simptomat e zemrës mundet me kenë. Cilat janë disa nga shenjat që njerëzit mund ta kuptojnë se kanë problem me zemrën? Në përgjithësi, janë simptomat kur ti e vën zemrën në provë, pra kur ti ushtron aktivitet fizik. Se ti edhe një bllokim, menohet edhe një bllokim rreth 90% kur je tunajt nuk t'jep problem. Se mjafton, ka qarkullim gjakut aq sa me ta ushqy zemrën. Por ama kur ti shkon prej traherat e zemrës që mund t'i kesh kur je pushim 60-70, që është afër range-it të ulët normales, e shkon 120-140, pra ti duhet dyfishu kërkesën e zemrës për oksigjen. E tash ai 90, në përgjithësi 70%. Zemra thot nuk, hey, jam të ndihmu, po kam nevojë për ndihmë tash. Edhe janë këto simptomat. Jo dhimbjet e gjoksit, jo dhimbjet e qafës, të gjah, të nofullës, të krahit, të shpatullave, nga i herë në shpinë, mundet me kenë si me kenë uthi, si që thash edhe herë indigestion, si i thonë këtu. Pra zemra ashtu mundu me të tregu se diçka nuk shkon. Është vetëm percepcioni i individëve të ndryshëm që nuk e kupton se është zemra, ose ka herë nuk dën me kuptu se nuk është zemra. Jam i fort, jam në rregull, edhe gati jetojnë në denial, edhe këto janë pacienta që për fat keq
vinë vonë me kërkunimin e mjekut, edhe kur vjen vonë, si thash edhe herë, po të kalon 24 orë që ty të ka fillu infarkti, a e hapi, as e hapi, unë pak rëndësi ka se dami është bo, domethënë. Në qoftë se bie infarkti, çfarë do të bëj pacienti kur ka zen? Do të lëvizi apo nuk lëviz veprimet fizike? Absolutisht mos me lëviz. I rekomandoj me pi 4 aspirina të vogla që i thon baby aspirin, me hangër, me i qu. Edhe me thirr emergency në sekunda, domethënë, se kjo është kryesorja, me marrë nimen sa më shpejt. Edhe po erdhe, domethënë, pacientat që vinë shpejt nuk kanë dëmtim në zemër hiç, e rekuperojnë komplet infarktin. Cili është mendimi juaj për pacientat që nuk kanë simptoma të forta, në çfarë kohe duhet bëhet vizita tek mjeku kardiolog për zemrën? Ka ndonjë rekomandim? Po tash nëse ti i ke këto faktor të rrezikut, siç thamë, tensioni, diabeti, kolesteroli, nëse pin duhan, nëse abuzon me alkoolin, drogat, gjithashtu, pra sa më faktor rreziku të kesh, dieta që nuk ushtron exercise, nuk bën ushtrime të rregullta, të vazhdueshme, tana këto janë faktor rrezikut. Edhe nëse sidomos i ke disa nga këto, në përgjithësi 3 ose më tepër, plus edhe gjenet, edhe sikur të bësh çdo gjë perfekte, pra e kontrollon tensionin, e kontrollon diabetin, rekomandohet që nga mosha 40 vjeçe me u pa, me bën një lloj testit. Ka tash janë calcium score që nuk duhet bën moshë të hershme, se mundet me dhënë një percepcion të gabuar se çdo gjë është në rregull, po ka mosha 40 vjeçe më tepër, është i rekomandueshëm të jep prognozë për 2-3 vite në vazhdim se sa në rrezikshmëri për sëmundjet kardiovaskulare. Po ata që nuk ndjejnë gjë. Ka ndonjë sidomos kjo calcium score është shumë e rëndësishme për pacientat që nuk ndjejnë gjë. Ndërsa nëse ti ke ato simptoma që i thamë më përpara, atëherë ti normal që duhet mu pa. Normal që jo çdo dhimbje e gjoksit është sëmundje e zemrës, por ama gjërat kryesore duhet me i kontrollu, me rule out. Ju pak më parë thatë që shpesh njerëzit ngatrojnë dhimbjen e zemrës me atë të stomakut. Cilat janë ndryshimet mes tyre? Po tash për shembull, nëse ti mendon se ke dhimbje stomakut, ka disa mjekime që i merr në farmaci vetë, para se që i pin. Provoje, nëse ti e pin, nëse është stomaku në përgjithësi ta bën më mirë. Ama nëse e pin e ty veç se të shtohet, jo vetëm që nuk bën më mirë, do me thonë diçka tjetër ashtu null. Në përgjithësi sëmundjet, dhimbjet e gjoksit që ti nuk i kontrollon. Pra, nëse ti ke dhimbje gjoksit, nëse e prek gjoksin e më dhem, kjo nuk është tipike dhimbje e zemrës. Nuk mundet nuk jetu e prek zemrën që me dhimbje. Po janë muskulare. Pra, janë të sëmundje muskulare, të sistemit të kockave, të kartilagjeve që janë të brendshme. Po, janë pa dëmshme, si me thonë, mundet me dhimbje, por ama nuk është vdekje prurse. Me pacientët shqiptar, lidhur me zemrën gjithmonë, a ka ndonjë gjë që mund të shtetet ju tërheqin vëmendjen? Jo, është shumë e vërtetë. Ti e ke parasysh që jena na shqiptar deri sot na dhimbin fort nuk kanë kohën. A ke parasysh tu pas parasysh se jena larg shumë vendlinjes këtu për mu afirmu qoftë në mënyrë profesionale ose punë të neshme duhet me punu fort. Ti e din se ti e ke kalu vetë. Po, absolutisht. Asisen nuk ta jep kusht. Tana duhet me i fitu vetë. Prandaj në përgjithësi jepen shumë mas punës, edhe e lanë vetin edhe shnetin për të fundit. Në përgjithësi, po e shoh këtë diçka edhe më tepër nga shqiptarët, se kujdesin për këtë tjetër përveç se për veten. Fëmijët, atë prind, nanën, babën, gruan, për gjithë. Edhe derisa bin, domethënë ngjoj. E mira është me dhënë kujdesin edhe shnetit, se po s'qe shnetshëm për veten s'munesh me nimu asken. Prandaj siç thash, po atë faktor rrezikut, kontrolloju, se s'ke nevojë me shku te doktori. Unë pacientat që janë stabil një herë në vit i shoh.
Por ama ka ata që i shosh të 2 javë se janë smur për mu mundu me i majt jashtë spitalit, si me thonë, ai qëllimi kryesor. Po mirë, doktor Gjeka, cilat janë 3 këshilla që mund të jepit juve për të patur një zemër të shëndetshme? Me të thonë drejtën, shumë të rëndësishëm janë dieta. Në smundjet kardiovaskulare, dieta mediterane është më rekomandueshme, pra proteinat me i marrë Çfarë nëpërmjet përfshin dieta? Po, proteinat me i marrë nëpërmjet peshkut, mishave të bardha, pra të pulës ose të gjelit detit, me evitu gjanat që janë të procesume, me kryp, të frëgumet, që na shqiptarët i adhurojmë, me përdor vojën e ullinit, më shumë se sa me përdor gjalpnet, ose këto unyrnat që janë të alternative. Unyrnat e shëndetshme është vaj ullinit, nuts, këto bajamet, edhe avokadoja, ka vojnat e mira. Masanej, frutat, salatnat, këto janë të rëndësishme. Çdo gjë dhe me thonë me karar. Se edhe po hangre pesht 3 kg peshk në ditë, nuk është e mirë, e ke parasysh, po çdo gjë po mënyra e shëndetshme për me ushqyer është kjo, dieta mediterane. Do një këshill tjetër? Kjo ishte e para. Po. E dyta janë ushtrimet. Do me thonë me nejt aktiv. Me nejt aktiv vazhdimisht. Pra rekomandohet rreth 75, në qoftë se vrapon, për shembull, rreth 75-80 minuta në javë, me nda gjatë javës. Në qoftë se ec me i hap shpejt ose të pëlqen me bë biçikletë, rreth 150 deri 180 minuta në javë. Pra, i bie me kënë në qoftë se ec 30-35 minuta deri në 45 minuta në ditë. E mirë është me gjetë atë kohë, kur marrën njëri punë, e mja kushtu, se a di si më thonë pacientat në përgjithësi, në punën që i bëjnë jam vazhdimisht aktiv, po nuk është e njëjta gjë. Bëjnë punë tronë, se shumë punojnë në punë fizike, ndërtim, po është e shkputën. Nuk është, si më thonë, sistemi kardiovaskular po punon për 35-40 minuta. E bën për 2 minuta, pushon, se tranet e zemrës shkojnë kështu. Ti duhet me çu tranet e zemrës edhe me i majt për një periudhë kohe. Edhe me shoqënu me ngritje peshash, pra me core muscle. Dhe e treta? E treta është mos më abuzu me duhanin, mos më abuzu me alkoolin. Duhanin hiç e herë, po alkooli me kriter nuk është i dëmshëm, sidomos vena e kuqe. Bën mirë për zemrën. Nëse nuk ke probleme me mëlçin, me sistemin digestiv, edhe American Heart Association mundesh me vizitu në website në tyne, një gotë e vogël event kuqe me darken, si me thonë, promovon parandalimin e smundjeve kardiovaskulare. Po mos e bani shishe, do me thonë, maje të 6, të 4 deri në 6 onca. Stresi dhe ana emocionale, a lut rol në zemrë? Shumë. Shumë se kur ti je i stresum, tana sistemet hormonale të stresit ngrihen. Pra, sikur edhe zemra sikur janë tension, të rrah më shpejt, tana këto hormonet e stresit promovojnë inflamacionin. Inflamacioni është shkaktar një ndër shkaktarët e formimit të plaks që shkakton bllokimin e arterjeve, qoftë në zemër, qoftë në organet e tjera. Prandaj jetë pa stres nuk ka, por e mira është me gjetë mënyra alternative që mos me lënë stresin me të marrë jetën. Siç thash edhe herë, nëse ti bën një jetë të shëndetshme, han shëndetshëm, ku ka mënyrë më të mirë me trajtu stresin se sa ushtrimet fizike. Çfarë do të qoshin atje? Je me nerva, në vend se me pi cigare, 10 minuta, 20 minuta. Qetësohesh zemrën. Po shpesh të ngjarjet kardiake ndodhin pa paralajmërime. Si mund të eliminojnë ato? Po infarktet në përgjithësi nollin pa paralajmërime. Infarkti nuk është predictable, por mundesh me paranalu tu pas kujdes për veten, siç thamë.
në pacientat cilët ti ke këto rrezikshmëri që i përmend me diabete me gjitha plus historia familjare, mundesh me i testu me calcium score të zemrës, me kop pllakën në arteret e zemrës herët. E tu pas parasysh ata, ti nuk i trajton sikur trajton çdo pacient tjetër. Pra, kolesteroli është ndryshej me një që menon se është i shnetshëm, nuk ka simptoma, por ama jeton shnetshëm, nuk ka simptoma, po e ka calcium score 500, 600, 1000, 2000, 3000, nuk është një ati pacient. Pra, në qoftë se ti e din se ti ke atë predispozicion të smundjeve kardiovaskulare, mundesh marrë aspirin ditë që tash nuk rekomandohet për çdo kanë si ishte para 4-5 viteve. Vetëm disa pacienta me rrezikshmëri të lartë i rekomendohet aspirina 81 mg, edhe kolesteroli ka stade të ndryshme në cilin ti synon me kontrollu. Një individ komplet pasi faktor rrezikut, kolesteroli i keq në 100 është normal. Por ama nëse ke ngritun calcium score, që është ky indikatori i aterosklerozës në zemër, duhet me ulë në 70, nëse je shumë i ri, 9.55. Pra, nëse arrin ata me dietë edhe ushtrime është primare, por ama edhe mjekimi është për atë punë me të ndihmu që me mojt nën kontroll. Çfarë këshilli do të rekomandoni pacientëve që janë në frikën, panik se janë me smundje zemre? Po nuk është e nevojshme as kërkush me jetu në panik, se sot ka mjete me kontrollu zemrën. Paniku as i sënd mirë zbjen, sa po folme për stresin. Kontrolloju vetin, shif mjekun familjar të paktën një herë në vit që të kontrollon për tension, për diabet, për faktor rreziku të tjerë, jeto në mënyrën më të mirë të mundshme që mundesh me jetu, se ti shumë smundje, jo vetëm kardiovaskulare, po janë edhe për ushqimet. Sot nuk janë ushqimet si ishin dikur, ose si hashim ne dikur. Është fakt. Po bën më të mirën që mundesh. Me zgjidh ushqimet e shnetshme, edhe me jetu sa më shnetshëm. Po me qenë doktor Gjeka se jemi këtu në ushqimet, çfarë do ju thoshe pacientëve, po shikuesve shqiptar, gjithëve, për traditën shqiptare e të ushqyerit, mënyra shkon në një familje, farliku atje, e çfarë nuk ka djathë tëra këto. A ndikojnë këto negativisht në zemër? Pavarësisht se neve duam të ruajmë traditën. Jo, është shumë e mirë, po tash farlikun e hamellën familje tonë. Po nuk është si me thonë dieta e përditshme. Çdo gjë me karar, do me thonë, qoftë se do me hangër mishin e kuqin përgjithësi, qoftë në mënyrë të biftekut, qoftë të qingjin, mundesh me hangër, nuk është e nalume, si me thonë, për me jetu shnetshëm, por ama mos tjetë ushqimi jot i përditshëm. Dietat ose traditat tona shqiptare na përdorin pak shumë gjanat e fërgume, na pëlqen pak krypa më tepër se sa duhet, nuk shtrohet tavolinë pa djath bardh. As në familje tonë kur mbledhna, si me thonë, por ama mu mundu me reduktu krypen, se nikon në tension, nikon në smundjen e veshkave me kohë gjatë. Mirë është mos hash fare kryp? Po tash fare kryp është e pa mujtë njëherë. Jo them, a prish gjen qoftë se nuk e përdor? Jo, gjithë qa me lezet. E ke parasysh, në përgjithësi në qoftë se mundesh me majt rreth, në qoftë se nuk ke smundje kardiovaskulare, deri në 2 gram i gjys 3, në qoftë se ke smundje kardiovaskulare, në 2 gram në ditë. Është e rekomandueshme me krypa. Po është gjithanej, e ke në buk këtu, gjithanej, në ambelsina, në çdo gjë është pak kryp, se është i shton shijen, por ama mos shto më tepër. Komuniteti shqiptar me atë njohuri që keni juve, a do të jetë më aktiv për ruajtjen e shëndetit shëndetësor? Kisha me thonë se po. Kisha me thonë se po, se siç thash edhe më parë, kur janë në gjendje pune të shnetshëm, mendojnë se çdo gjë është në rregull.
Po kjo nuk vlen vetëm për komunitetin shqiptar, po me që ma bën e pyetjen për komunitetin shqiptar, edukata e kujdesit shtetit kishte me kenë më mirë që me bo herë, pra me punu në parnelimin e smundjeve kardiovaskulare, para se me noll. Se kur nollin, Amerika besoj se është veni më i mirë për me u kuru. Po e mirat kishte me kenë mos me pas nevojë. As morë me infarkt, as morë me blokim mosh 45-50 vjeçare. E tëna këto nikojnë sa herët fillon e kontrollohesh, sa shumë kujdeshesh për shnetin tënd, sa mirë hën, tëna janë pjesë e saj. Doktor, neve si televizion kemi një emision Fjala e specialistit ku këto pak probleme që neve trajtuam së bashku, aty në Fjala e specialistit mundet të flasësh me hollësi, me intimitet, por dhe nga ana tjetër juve vetë si person. Pra ne kemi një opsion. A keni juve në një program se si mundet të... Pra, unë prezentova dhe ajo është edhe një nga krahas arritjeve tuaja personale, është histori, për historia shqiptare është dhe ju një pjesë e kësaj historie, sepse ju doni që t'jeni pjesë e komunitetit, me vlerat tuaja që keni vini në shërbim tyre. A keni një program që të ndihmoni komunitetin me këshilla, sugjerime të ndryshme? Po, në përgjithësi, në popullatën e përgjithshme, as kohë nuk kam mu marrë matë punë, se du të kenë me ba me pasi, me thonë, pacientat që vinë në praktikë tonë kena disa mënyra edukimit për gjitha mënyrat paranaluese të smundjeve kardiovaskulare, por do të mundohem me gjithë kohën nëse na jepet mundësia me fol për do gjona kryesore kardiovaskulare që janë të thjeshta, por ama mundën me ndihmu, sidomos komunitetin shqiptar. So kisha ardhur me gjithë shef në programin që sapo e përmende. Unë të falenderoj shumë. Nuk mundesh të flasësh për historinë e një doktori, aq më tepër për pjesën kryesore të përgatitjes, se pastaj mandej historia shkon vetë, pra për pacientët për të folur për eksperiencën tuaj. Juve sollet natyrshëm atë pjesë të shkurtër të jetës tuaj, por mendoj që ka shumë shqiptarë të cilët kanë çfitojnë nga eksperienca juaj, sepse është një eksperiencë jo vetëm që ka arrit pra suksese, por e ka edhe në një fushë që i shërben komunitetit tonë. Edhe unë me këtë rast doja të të falenderoj në radhë parë prindit tuaj, të mrekullueshëm që të kanë edukuar në këtë formë, kanë krijuar, pra kanë punuar dhe kanë shërbyer komunitetit shqiptar atje, por kanë krijuar dhe familje të shëndetshme, siç jeni ju 4 fëmijë, e veçanërisht për juve që po flasim për fushën e mjekësisë. Është një vlerë shumë e madhe e familjare. Edhe vetë ju keni atë talentin tuaj, s'do të harruar sepse jeni dikushi, edhe ke menaxhuar në mënyrën shumë korrekte mençurinë tuaj, energjinë tuaj, edhe ajo që më pëlqen tek juve është që jeni një person, ndoshta kjo vjen edhe nga edukimi fetar, veç edhe asaj familjare, një bujar, pra një bamirës, edhe kështu ti jesh një doktor human, se gjithçka vjen mbrapa. Po ti jesh human, i ke shëruar ata pacientët. E unë të falenderoj. Cili është mesazhi juaj për komunitetin shqiptar, jo si pacient, e jo vetëm për zemrën, por edhe për të patur një jetë të shëndetshme komunitare? Të falenderoj herë që më ftove, është kënaqësi me kënë këtu me komuniku me ty për herë, por sidomos edhe me që po më prezanton me komunitetin shqiptar, se siç e the vetë, me të thonë drejtën, as kohë s'kam pas me u prezantu. Kush më njeh nëpërmjet shoqënisë, familjes e njërin tjetrës, do të mundohem sa fuqi kam me net i angazhuar me komunitetin, jo vetëm me ata fetarë që thash edhe herë e njeh vazhdimisht, por edhe me ata politik, mbledhje që i bëjmë herë mas here, shoqatat njërin tjetrën, se na mund të lidhun bashkë si popull, edhe sikur na duket që jena më afër vendlinjes. Për popullsinë në përgjithësi,
Unë me gjithmonë jam shumë busy si mjek, por dera jam është e hapun për çdo që ka nevojë për nimën teme, kam me bo çështë e mujtën kushdo që vjen e troket në derën teme me ju përgjigj me sa fuqi i kam, e me i trajtu si kur thash edhe herë trajtoj njerëz të familjes teme. Unë të falenderoj, pasi dera ju e hapur, po është edhe klinike madhe, pasi ju sot jeni atje, nesër do të keni klinikën tuaj të veçantë, e ndoshta edhe 2 klinika të tjera, 3-4 klinika, sepse jeni i ri, jeni me energji, jeni i shkëlqyeshëm në profesion, jeni një shpirt mirë, tamam ashtu siç duhet pra doktor që i shëron njerëzit. Edhe unë të uroj suksese. Të gjithë personat që janë si juve ne i suportojmë sepse janë për të mirë të komunitetit. Edhe unë besoj se me emisionin që po shikojnë sot, shumë persona do të telefonojnë nëse nuk vi gabim vendos telefonin tuaj personal apo të vendos të klinikës. Të klinikë se me personalin s'kam që a i bajës kërkuj. Ti e din si funksionon çdo gjë në praktik, çdo gjë shkon me appointmente, me gjana, unë veç kur bile i thëm edhe grus, ti je organizatore e fundjavave, në klinik kena menaxherë që na vetëm ditën parë më thotë nesër ke kaq pacienta, këtë ashtu. Prandaj po, që jam shumë mirë njohës edhe i herë që më ftove, të falenderoj për fjalët e mira. Ishte me vonesë, bile për ta shpjeguar diçka, këtyre vajzave që ishin prezantuese, ju kisha dhënë emrin tuaj dhe të doktor Genti Metkos. Por nga ngarkesa e madhe që u bë atje, këto vajzat siç duket nuk e bën atë prezantimin tuaj. Aty mund të kishte edhe doktor të tjerë nga komuniteti shqiptar. Po unë kisha dhënë si sugjerim që marrin pjesë 2 doktorë të cilët janë të nivelit të lartë, të mirë, siç jeni juve, dhe unë kam bërë një korrigjim. Do të ftoja në bisedë përsëri, po e meriton. Unë të falenderoj. Edhe me shpresë të shikojmë përsëri së bashku, të flasim për profesionin tuaj aq të nevojshëm për jetën e njerëzve. Të falenderoj edhe një herë. Të falenderoj shumë. E falenderoj edhe në emrin tuaj dhe miru pafshim me një të ftuar tjetër, me një sukses tjetër në fushën e historisë shqiptare. Për atëre, faleminderit. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ty shumë. Më mëdheu. Më mëdheu. Quhet tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me atë. Ku më nje. Dhe guri thatë. Ku kam pasur shtëpi. Ku kam njojtur Perëndin. Shqiptare me vargë malet mosha